Nga të përhershmit edhe sonte me ne në studio është drejton Selmani, përshëndetje mirë se erdhë. Përshëndetje, mbrëma. Hajt le historinë hyrëse, edhe sonte, a edhe nesër? Kam përshtypjen që edhe sonte. Edhe sonte. Po, kam mendu gjatë, kam lërsu gjatë, nuk ka qenë e lehtë të trajtohet si vendim, përkundër që shumica njerëzve mendojnë se është një privilegj. Unë them që për mu vazhdon të jetë një sakrificë ose një vendim jashtëzakonisht i vështirë. Pse? Sepse është një kohë ku të qenunit në politikë është bërë profesioni më i urryer. Domethënë me i thonë një dikujt në këtë popull që po hyn politikë i bjen sikur me e shah veten. Dhe në mendoj që ky ka qenë gabim i madh, që është ndërtu ky percepcion mbi politikën, por kjo ka ardhur si rezultati i çastjes që deri sot e ka pas politika, ose që e ka deri sot dhe vazhdon ta ketë, çastjen injoruese ose abuzuese të pushtetit dhe si i tillë është krijuar një perceptim i përgjithshëm që politikan të qenurit politikan je personaliteti më i urryer në shoqëni. Kam përshtypjen sikur ka marrë një situatë ku fjalët s'po mjaftojnë më, po mendoj që përmes fjalëve nuk po mund të ndryshoj asgjë, s'po mund të ndikoj askund, s'po mund të bëj asgjë më tepër se sa të çaj hallat e këtij populli, të jap vlerësim eventuale për ndonjë situatë dhe po provoj të hyj në një mal me shumë panjora, me shumë vështirësi, por që me besim të madh që mund t'ja dal.